Tavë verore me perime dhe kos, një recetë e thjeshtë e shijshme fiks për ditët e nxehta të verës. Si fillim marrim 3 kunguj, të cilat i pres në radhë, siç edhe shihet në video. Më pas marrim 2 karrota, të cilat i presim gjithashtu. Duhet kemi parasysh që nuk duhet i presim shumë të trasha, pasi perimet tjera skuqen më shpejt. Dy speca të kuq. Për këtë recetë mund të përdorni edhe perimet e tjera nëse dëshironi. Gjithashtu kam hedhur dhe 2 speca jeshil. Do të hedhim më pas vaj ulliri, rreth 2-3 luka fërsisht. Më pas do të hedhim pak krip. Do t'i përziej mirë të gjithë perimet bashkë. Do t'i vendosim të piqen në furrën e parangrohur me 200 gradë, duke i përzier vazhdimisht derisa të piqen. Pasi janë pjekur, do t'i lejmë të ftohen për pak minuta derisa të përgatisim kosin. Për këtë recetë kam përdorur rreth 400 gram kos, 3 thelpinj hudhër dhe pak krip, sepse edhe perimet kanë krip gjithashtu. E përziej mirë dhe më pas ja hedhim perimeve. Përziej mirë perimet bashkë me kosin dhe më pas receta është gati. Një recetë e freskët dhe tepër e shijshme për këto kohë të nxehta. Nëse e provoni, ju bëf të mirë, dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit.